Mirë se erdhët përsëri në pjesën e fundit, por jo më pak të rëndësishme të gatimeve tona. Gjithmonë I lëm të rëndësishmet o në fund o në fillim, që t'ju ngelet ajo shia pastaj kur I lëm në fund, apo jo? Po. Çfarë gatuam tani, prezantoj ati ambisave tona? Kemi pasta, rigatoni, me patlıcan, kjo që është estinë dhe normalisht jemi më pranë, hudhër dhe çfarë gjiz, rikota, çfarë të doni ju. Ne themi gjiz. Rikota është në formën e gjizës, po është më e kokrizuar. Edhe bollshëm me? Patjetër që duhet të ketë borzilok. Pa borzilokun nuk shkon. Nuk themi as borzilok të thatë, Bima e shenjtë. Po. Patjetër kam domatet, që I kam prerë në kubik, do të shtoj shumë pak vaj, sikurse aty ke shtuar kam për shtuar të zier makaronat, pasta ola, që ka një... Ju për shumë keni për 4 persona, normalisht domatet duan akoma dhe më tepër, dhe mbushet edhe tigani. Gjë që nuk keni nevojë ta shtoni me lëngun, sepse lëngjet krijohen vetë. Më duhet të shtoj thelpit e hudhrës, sikurse t'jap edhe një përzierje të duhur. Nuk ngele me kaq, sepse më duhet shtoj edhe degën e tillë. Degën e tillë. Një salcë fantastike. Edhe pakës fare, sepse thashë kam një masë më të vogël. Pastat, sa do t'i lë makaronat do t'i lë 2 minuta më pak ka çfarë duhet. Dhe ju e keni në çdo amballazhim, ju keni kohën e zjerjes. Sa kërkojmë pastat, normalisht pastat kërkojnë diku tek 6 minuti, por është ajo bazikja. E vërtet është. Është bazikja dhe më pas në varësi të miellit që kam, ndryshon dhe minutazhi. Patjetër mund të jetë pasta, mielli që është I fortë, për shembull mielli I fortë dhe patjetër që kemi miell të fortë, miell të butë, miell. Ne këto I dallojmë. Shiko, duke parë edhe pak momente nga traileri pastës Ola, duke gatuar këto salcat e mrekullueshme, sepse për një pastë sigurisht që është shumë e rëndësishme salca, por shumë e rëndësishme edhe mënyra se si salca qëndron tek pasta. Në momentin që pasta nuk është e duhura, nuk është e një cilësie të mirë, ajo salca, çfarë do lloj salce të mirë të gatuash ti, ajo rrjedh, kështu nuk qëndron tek makarona. Kështu që duhet patjetër një pastë cilësore premium siç është Ola, e prodhuar në Venecia, në qytetin historik të prodhimit të pastave. Prerja në pllaka bronzi, mbani mend, e bën teksturën e makaronës të jetë e ashpër, në mënyrë që salca të qëndroj e puthitur dhe ngjitur e të jetë di shumë mirë, që kjo është qëllimi në fakt I përgatitjes së pastave. Ngjyra pastaj, kjo ngjyra e hapur dhe tepër unike e bën pastën të jetë në kategorinë premium dhe e tillë është sipas mjeshtrave edhe në zjerje, e ruan ngjyrën e hapur dhe të çelët. Ktu është ndryshimi. Kemi pasta që dalin të bardha të zbardhëllyera fare, fillojnë cepat. Pasta duhet të ketë ngjyrën e grurit fort. Gjë që do të thotë që mielli dhe e lëm. I lëm që të zjej sa e kishin minutazhin këto Albana? Pra unë duhet ta lë këtu 6 minuta, sepse duhet të respektoj 9 është minutazhi. Kohën, po patjetër se edhe 3 minuta të tjera kalojnë që të jenë tigan. Tek salca. Qartë. Do të lë. Do të shtoj patlıxhanët. Edhe patlıxhanët që të zbuten. Këtu po mbaj një pas, ka disa variante, varietete të ndryshme dhe ne I kemi sjellë në gatime, sipas salcave ndryshe, sipas preferencave. Në çdo paketim ju do të keni të theksuar trafilaturën albronzo, që është pikërisht ajo që unë përmenda, prerja në pllaka të bronzit në mënyrë që të ruhet tekstura e ashpër, ashpërsia e pastës. Pastat e tjera që janë të lëmuara nuk janë prerë në pllaka bronzi dhe kështu humbasin edhe shumë vlera, plus që edhe mielli gruri është një pikë shumë e fortë e përzgjedhjes, aq më tepër që këto pasta, duke u prodhuar në Venezia, që thashë është qytet historik I prodhimit të pastave, kanë ruajtur atë teknologjinë dhe mjeshtërinë e shefave italianë dhe kështu mendojmë sikur kemi fiks një pastë italiane. Atë krahasim bëjmë për faktin që kjo është një pastë premium dhe falenderojmë shumë Olën që ne ka sjellë për të bërë receta të mrekullueshme. Sot e kemi sjellë, siç e thash, pastën
Me patlıgjan, shojmë së bashku dhe një recetën e përmbledhur të përbërësve, derisa dhe salca t'jetë gati, po ashtu edhe zjerja t'jetë e duhur. Makarona me patlıgjan dhe borzilok duhet, mirë një degë bollshme borziloku, gjethe borziloku, 400 gram makarona, po flasim për një familje të vogël, mesatare, një patlıgjan të prerë në kubik, 150 gram gjiz, deleje e kripur, 3-4 domate të freskta, 4 thelpinj hudhër, një tuf e vogël borzilok, vaj ulliri ekstra i virgjër, krip, piper i zi. Pa tjetër që filloj dhe përzije i pak patlıgjanët. Kjo është mënyra, jo vetëm mënyra e vetme, po mënyra bazë e olës. Shumë mirë mund të keni për të thjeshtuar punën më tepër, patlıgjanët merrni dhe vendosni në furrë. Derisa vendosni patlıgjanët në furrë, keni domate mund të bëni me shumicë, sa është gjithmonë për 4 persona. Unë nuk kam për 4 persona këtu. Normalisht domaten, borzilokun dhe hudhrën i vendosin derisa domatja të lëshojë ato lëngjet e veta. Nuk duhet domate me pakicë ose domate me shumicë. Domatja me shumicë normalisht i tërson shijen, sepse në të kundërt ne kishim vënë salcën. Dhe jo domaten e freskët. Te domatja e freskët e mira është që domatja qershi është ka një shije akoma dhe më të mirë, jo më kot, fruta po perime. Frut po konsumohet si perime, kështu i bie, përgjigja përfundimtare. Dhe shoh që zjerja ja si është. Ne respektojmë minutazhin. Shtoj edhe pakës nga uji makaronave. Kam për të shtuar rikotën, por gjizën, por jo tani. Normalisht do të kaloj kur do kem të zjera makaronat. Gjalpin e kemi në fund fare për t'i dhënë atë shkëlqimin e duhur, sikurse dhe në fund fare ne shërbejmë me disa gjethe borziloku të freskëta. Çfarë gjethe borziloku e freskët? Ja. Kjo maja këtu. Janë gjethe delikate këto dhe... E lëmë njanë. Normalisht, do kemi shumë kujdes tek borziloku. Borzilokun e marrim dhe e vendosim, jo e kaordisim, e vendosim të domatet me hudhër. Gjë që, nëse unë do ta vendos në furrë në pjesën e sipërme, normalisht ka një veti që direkt dhe me nxehtësi direkt nxihet gjetja e borzilokut. Pra borziloku është tepër i ndjeshëm. Kam patlıgjanët dhe normalisht shtoj dhe pjesën e pastave. Mos e hidhni ujin e makaronave. Uji makaronave shumë mirë, ne mund të bëjmë supra të kthjellta bulion. Si? Me brumçet e vogla dhe në këtë ujë. Pra duhet jetë e kthjellët. Shëti gjithë makarona, sepse nuk është pse t'i lë më njanë. Dhe patlıgjani më duhet të ketë shije, të ruaj teksturën e vetë, sikurse është dhe makarona, pra t'i shkojmë delikatesës deri në fund. Dhe tani do t'i shtojmë edhe do t'i shtoj pjesën e gjizës. Gjithë do t'ja shtoj atë kremozitetin tani, ndihmon për ta. Patjetër. Dhe do të përditen dhe lëngjet, sigurisht. Nuk keni gjizën, keni djatin, e dini shumë mirë, në frullator, pakos fare qumësh. Dhe e përafroni, si thua, shi jepni dhe atë ngjyrën dhe shijen kremoze. Mos harroni, sigurisht, borziloku do t'i japi vërtet shumë shije. E lëm pak sa edhe pakos fare, sepse vetëm më thuaj minutazhin. Ja, 2 minuta. 2 minuta sa të përthithen lëngjet. Pa. Diçka e tillë për t'i paksuar pra lëngjet nga perimet
dhe aq sa ne i shtuam pikërisht për të vazhduar zgjerja dhe zbutja e patlıxhanit dhe mund ta shihni atë që unë thash, ashpërsinë e teksturës kësaj paste. Tani, përse e heq tani? E heq tani sepse gjatë konsumimit... Vazhdon ai procesi. Po? Në pikset edhe gjatë kohës që do ta shtojmë tek pjata. Recetën e gjeni në rrjetet tona sociale, e gjeni në YouTube-in ton me mënyrën e përgatitjes videon përkatëse. Është një pjatë normalisht e shishme, e veçantë. Në nxehtësi, patjetër që nxihet borziloku, por na duhet për t'ia shtuar ngjyrat dhe për ta freskuar, sepse i duhet të qëndrojë ajo aroma e borzilokut. Këto janë 3 pjatat tona për ditën e sotme. Shpresojmë që të jeni frymëzuar për t'i gatuar. Të lumshinduar që jeni nesër. Ju përshëndesim nga kuzhina, faleminderit që na keni ndjekur.